U zhvillua sot provimi I matematikës I nxënësve të klasave të nënta të arsimit të mesëm të ulët. Sipas traditës, provimi u zhvillua me shkrim ku testi ishte përgatitur nga qendra përkatëse e Ministrisë së Arsimit. Testi përmbante pyetje me alternativë dhe me zhvillim ku prioritet merrnin pyetjet me zhvillim. Provimi përmbante pyetje duke respektuar kriterin e 3 niveleve të nxënësve, niveli I ulët, I mesëm dhe I lartë. Të pyetur jashtë kamerës nxënësit u shprehen se në përgjithësi pyetjet ishin të një niveli mbi mesatar. Sipas numrit të nxënësve të klasave të nënta, disa klasa janë grupuar për zhvillimin e provimit në një shkollë të zonës. Provimi u zhvillua brenda limiteve kohore në 2 orë 30 minuta. Çdo nxënës kishte kodin e tij dhe korrigjuesit në këtë mënyrë I shmangen vlerësimeve subjektive. Korrigjimet e provimeve bëhen në bazë bashkie ku zyra arsimore ka përzgjedhur mësuesit më të kualifikuar të matematikës. Rezultatet e notave të provimit do të jepen pas 2 javësh. Zyra arsimore nëpërmjet drejtorëve të shkollave I dërgon përgjigjet me dokumentacion të rregullt në çdo shkollë. Provimi u monitorua edhe nga të dërguarit e drejtorisë rajonale të arsimit para universitar. Nga informacioni që morëm nga zyra arsimore, provimi u zhvillua në rregull në mbështetje të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe nuk pati probleme.